Përshëndetje të gjithëve. Sot do flasim për zgjidhjet e martesës, ose si quhen ndryshe, divorcet kohët e fundit janë shtuar shumë në numër. Dhe kjo jo thjesht për ekonominë e dobët, jo thjesht për dhunën në familje, por një trend i ri janë rrjetet sociale. Rrjetet sociale po çojnë në divorc. Dhe kjo ka një numër në rritje. Unë për vitin 2025 kam pasur 13 çështje që janë drejtuar gjykatës me arsye kryesore rrjetet sociale. Rrjetet sociale janë një faktor që po ndikojnë shumë në zgjidhjet e martesës. Unë për këtë vit kam disa raste që arsyeja kryesore që i ka dërguar personat të bëjnë zgjidhje martese janë rrjetet sociale. Do të them vetëm një rast që më ka mbetur shumë në mendje dhe është për të ardhur keq, pasi të dy partnerët ishin intelektual, të dy ishin në universitet dhe të dy kishin nga një profesion shumë të nderuar. Zonja e shtëpisë, që ishte edhe nëna e 3 fëmijëve, ishte kthyer në ves hyrja në TikTok. Dhe ajo çdo ditë pas dite 3-4 orë rinte live në TikTok. Dhe çfarë ndodhte? Bashortin bashkë me 3 fëmijët, ajo i kyçte në kuzhinë ose në dhomën e gjumit, që ata të mos lëviznin nëpër shtëpi dhe të mos e shqetësonin zonjën kur hynte në TikTok live. Për këto 3-4 orë, që mund të ishin edhe më shumë, kishte raste, ata mbetenin të kyçur në dhomë, nuk kishin të drejtë as të hanin, as të pinin, as të shkonin në tualet, që është zonja mos shqetësohej. Kjo fazë zgjati disa muaj, ndërsa zotëria mori vendimin, u drejtua tek avokati për të bërë çeljen e zgjidhjes së martesës. Nga kontaktet që kishim në gjykat, flas pasi është hapur procedura, zonja nuk e mohoi këtë fakt dhe e thoshte me shumë krenari që unë nga TikToku nxjerr fitime. Po ju të nderuar, si mendoni? Në rregull ishte kjo zonja që kufizonte me orë të tëra lirin, mirë të bashortit, por të fëmijëve? TikToku shkatron familje.